Çfarë më sjell këtë përgjigje? Sepse është tjetër dëshira, është tjetër mundësitë. Janë gjëra të tjera. Fatmirësisht ajo gëzon edhe bukurie dhe shëndet për momentin dhe po na tërheq zvarr kur i thosh me energjinë e saj edhe vajzat. Po që mos arrita në atë ditë, po patjetër që do luftoja për më të mirën që Eni mundohet t'i japi për mua. Edhe unë patjetër për Enin. Ndryshe, unë se kuptoj do të marrëdhënie ndryshe, kështu që por nuk jam i sigurt, nuk dua ta mbaj fare, domethënë si mendim. Por të gëzoni shëndet plot të gjithë si familje, po patjetër që në momentin që ju ishit i prekuri edhe është e vështirë për ju ta përjetoni, po nga ana tjetër e bashkëshortes edhe e partneres edhe shpëtimit të jetës, nëse e quajmë kështu, është edhe më e vështirë se është përtej dhimbjes, është edhe pesha që duhet për të nxjerrë dikë nga ajo çfarë mund të jetë duke rënë. Si e pritjeni goditjen tënde? Ndoshta duhet pyesim Enin, po. Kjo është e vërteta, unë isha diku gjetiu, nuk isha prezent. Po me që përfundimisht kur vendosa të kthehesha në këto përmasa, pata mundësi që të flisja me Enin, si ishte menaxhuar kjo situatë. Dhe jam të jetë falenderues sepse edhe unë po të isha nuk do ta kisha bërë kaq mirë. Kam idenë domethënë që më ka superuar në këtë drejtim. Domethënë me një qetësi dhe vetëpërmbajtje dhe me një dinjitet që unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë të lartë. Mbase janë vlera që nuk janë në modë tashti, por janë gjëra që unë i vlerësoj me një dinjitet dhe vetbesim të papar. Ndërkohë, padyshim që për prindrit epiqendër janë fëmijët dhe për fëmijët janë prindrit. Ata si e pritën? Se është pak a shumë busolla e jetës. Okej, di që Eni u sigurua që unë të mos kem shumë tuba në për të, gjatë kohës në spital, që kur të më shihnin vajzat, të mirë menaxhuara në përditshmërinë e tyre, të mos më shihnin me shumë tuba. Që në memorien e tyre të mos mbetesha me shumë tuba. Më kanë treguar edhe një episod që më kishte vizituar në spital. Sigurisht unë s'isha aty, të isha vetëm me trup. Dhe më kam përshkruar që thjesht më kam marrë në krah dhe shite lart e poshtë sikur donte të kërkonte ndihmë. Ndërsa Enin e kisha te koka duke më folur tërkohës. Ishte pikërisht ajo tendencë që hajde tash i lëri llafet, hajde këtu tash dhe fillojmë prapë nga e para në sensin e. Kur e dëgjove Enin që të fliste për këtë veshje dhe thoshte hajde nisim nga e para? Eni më ka folur tërkohës. Unë jam bërë në atë periudhë kohë që nuk isha, po themi, jam bërë shumë vonë koshient që Eni ka pasur kohë që e bënte këtë gjë. Do më thënë nuk është se fizikisht mund ta dëgjoja, por nuk e zbërtheja dot në mendje që është pikërisht zëri i Enit. Dhe pastaj është e vërtet ajo që ti vendos me vetvete që okej, ishte
ishin këto dimensione që ishin këto realitete që ishin, u thuam gjatë njërën tjetërën, ktheu tash se ke punë. Make up your mind and get back, off to work. Po ishte një vendim. I njëjti vendim pastaj shoqëroi edhe fizioterapin më pas, edhe rikuperimin, ajo që mund të rikuperohesh. Dhe pse jo, duke parë, duke autoskanuar, që ku është këputur kablit, tash se që është këputur një gjë, është këputur. Te shpesh ishe diku gjetë këtë, çfarë ndodhte me ty? Domethënë, nëse kthehesh pas edhe mendon atë periudhën, çfarë kujton? A kujton dot gjë? Kujtoj. Minimalisht janë 6 realitete që kam kaluar jo keq me javë të tëra.